E njihni këtë gjethe, përdoreni në këtë mënyrë dhe do trajtoni këto 7 probleme. Një nga gabimet më të vjetra të njohura nga njerëzimi, për vetit shëruese dhe të shëndetshme që ka, është edhe borziloku, që është i çmuar dhe i vlerësuar në të gjithë botën. Borziloku nderohet për vetitë e tij të forta medicinale gjithashtu edhe shëruese. Ende mund të shohim edhe përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i rregullt i borzilokut në dietën tuaj të përgjithshme. Borziloku i shenjtë u ofron edhe element ushqyes organizmit tuaj, duke u kthyer në një prej produkteve më mbreslëndse në dobi të shëndetit gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ka dallime të rëndësishme që do të keni nga vlerat e çmuara të borzilokut në dietën tuaj. Andaj në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i tij. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet dhe vlerat që do të merrni nga borziloku. Borziloku është i mirë për sistemin tretës. Sipas librit Healing Foods të DK Publish, borziloku mund të lehtësojë tretjen optimale. Borziloku mund të forcojë kështu sistemin tuaj digjesiv dhe nervor dhe mund të jetë një ilaç i mirë për dhimbjet e kokës dhe pagjumësinë, citojnë ekspertët. Eugenoli i pranishëm te borziloku do të sigurojë veprime antiinflamatore në traktin tuaj tretës. Borziloku ndihmon në balancimin e acideve brenda trupit, duke rikthyer kështu nivelin e pH-it në të gjithë organizmin tuaj. Borziloku ka veti të mira antiinflamatore. Borziloku ka veti të mira antiinflamatore dhe mund të promovojë kështu edhe shëndetin tuaj kundër çrregullimeve. Vajrat esencial të fuqishëm te borziloku, përfshirë eugenolin, lineaolin, ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e inflamacioneve nëpërmjet enzimave të tyre që pengojnë edhe këto dëmtime. Vetitë antiinflamatore të borzilokut mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës, të artritit reumatoid dhe gjendjeve të ndryshme të zonës inflamatore. Konsumi i borzilokut mund të lehtësojë gjithashtu edhe dhimbjet tuaja të shpeshta të kokës, gjithashtu dhimbjet e fytit, ftohjen, kollën dhe gripin. Borziloku mund të cilësohet si një zgjidhje shumë e mirë në luftën e aktiviteteve kundër radikaleve të lira. Sipas librit Healing Foods, barra e kuzhinës përmban një gamë antioksidantësh natyral të cilët mund të ndihmojnë edhe në mbrojtjen kundër indeve të dëmtuara të trupit nga radikalet e lira. Radikalet e lira janë gjithashtu atome të paqëndrueshme. Për të bërë më të qëndrueshme, ato marrin elektrone nga atomet e tjera dhe formojnë zinxhir. Kështu, nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj edhe të luftoni radikalet e lira në organizëm, përfshiheni borzilokun në dietën tuaj. Borziloku do të ofrojë përfitime të rëndësishme edhe për shëndetin e lëkurës. Vaji i fuqishëm i borzilokut ndihmon në pastrimin e lëkurës nga brenda. Pastrimi i shkëlqyer i lëkurës bëhet i përsosur për ata me lëkurë të yndyrshme. Gjithashtu ndihmon në heqjen e papastërtive dhe bllokon edhe dëmtuesit e lëkurës. Aplikoni maska në fytyrë për 20 minuta me borzilok, kështu vetitë e forta antiinflamatore të tyre do të largojnë këto shqetësime. Borziloku është një bimë shumë e mirë në luftën kundër depresionit. Vaji esencial i borzilokut mund të ndihmojë në menaxhimin e problemeve të depresionit dhe të ankthit. Barra besohet të stimulojë gjithashtu neurotransmetuesit që rregullojnë hormonet përgjegjëse për nxitjen e problemeve të tilla. Borziloku është një bimë shumë e mirë ushqyese edhe për persona të cilët vuajnë nga diabeti. Konsumi i borzilokut mund të rezultojë gjithashtu edhe në lirimin e ngadalë të sheqerit në gjak, që është thelbësor për diabetikët. Kjo barishte ka ngarkesa shumë të ulta glikemike. Vaji esencial i pranishëm te borziloku mund të reduktojë nivelin e triglicerideve dhe kolesterolit, i cili është faktor i vazhdueshëm i rrezikut në mesin e diabetikëve.
Ai mbështet funksionet e mëlçisë dhe ndihmon gjithashtu edhe në detoksifikimin e trupit. Vetitë e fuqishme detoksifikuese të borzilokut mund të bëhen gjithashtu edhe të mrekullueshme edhe në detoksifikimin e trupit, gjithashtu edhe në shëndetin e mëlçisë. Mëlçia është një nga organet bazë më të rëndësishme për aktivitetet tuaja të rregullta ditore, dhe si e tillë ka nevojë të trajtohet si duhet dhe të mbahet nën kontroll. Mëlçia mund të ndihmohet edhe me konsumin në mënyrë të rregullt të borzilokut. Gjithashtu në dietën tuaj për një shëndet më të mirë, mund të shtoni borzilokun edhe për nxitjen e zorrëve të shëndetshme. Borziloku ndihmon në rikthimin e niveleve natyrore të pAH-it në trup dhe kështu ushqen bakterie të shëndetshme brenda mikroflorës së zorrëve. Një florë e shëndetshme e zorrëve rrit imunitetin dhe nxit tretjen e shëndetshme. Borziloku është një zgjidhje shumë e mirë kundër çrregullimeve të stomakut. Vaji esencial i paqëndrueshëm i borzilokut është parë si një ilaç tradicional për të trajtuar një sër problemesh të stomakut, përveç dispepsisë. Konsumi i borzilokut mund të ndihmojë në reduktimin e fryrjes, mbajtjes së ujit dhe mund të jetë një stimulues i humbjes së oreksit dhe të lehtësojë edhe aciditetin. Tashmë mund ta përdorni atë si një zgjedhje të parë në dietën tuaj, duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese që ai ka në mbrojtjen e vlerave të shëndetit. Kjo bimë ka shumë fitonutrient, minerale, vitamina, të cilat janë të rëndësishme për trupin dhe shëndetin e njeriut. Vlerat që do t'i ofrojë borziloku në dietën tuaj do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të mira për organizmin tuaj në tërësi. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht borziloku në dietën tuaj. Borziloku i freskët ka vitaminën C dhe në 100 gram të tij do të gjeni 86% të dozës rekomanduar ditore të kësaj vitamine të rëndësishme, që shërben si antioksidant në luftën kundër radikaleve të lira. Acidet e pranishme të borziloku forcojnë imunitetin, përshpejtojnë shërimin dhe luftojnë gjithashtu edhe problemet e virozave. Bima e borzilokut ka nivele të larta të karotenit, vitaminës A, luteinës dhe zeakanthinës, të cilat janë flavonoide antioksiduese të fuqishme. Vitamina A është thelbësore për shëndetin e mirë të syve dhe të lëkurës dhe gjithashtu jep rezultate fantastike. Borziloku është një nga barishtet më të pasura me vitaminën K. Në 100 gram gjethe të thata borziloku do të gjeni 518% të dozës rekomanduar ditore të kësaj vitamine, e cila luan një rol të rëndësishëm në forcimin e kockave dhe mbrojtjen e tyre. Barishtja përmban gjithashtu një sër mineralesh të tjera të rëndësishme siç janë hekuri, kalciumi, kaliumi, mangani, bakri, zinku dhe magnezi. Për më tepër, këto gjethe janë burimi i shkëlqyer i hekurit. Në 100 gram gjethe borziloku do të gjeni edhe dozën rekomanduar ditore të hekurit. Gjithashtu, vaji i borzilokut është përdorur për të trajtuar probleme siç janë fryrjet e stomakut, dhimbjet muskulare dhe reumatizmën. Eugenoli te borziloku luan një rol antiinflamator dhe përbën një recetë të mirë për njerëzit që vuajnë nga simptoma të tilla si artriti reumatoid, osteoartriti dhe inflamacioni i zorrëve. Vajrat esencial të borziloku kanë në luftuar mykun dhe bakteriet e ndryshme. Çaji i borzilokut ofron ndihma shumë të mira kundër të vjellave, fryrjeve të stomakut, gjithashtu edhe luan një rol të mirë antiseptik dhe antiinflamator. Përdorimet të tilla të borzilokut mund të jenë të mira edhe në luftën kundër problemeve të artritit. Nëse jeni në kërkim të një përbërësi natyral që mbështet kyçet dhe kockat, atëherë përdorni çajin e borzilokut ose suplementet e tij. Pirja e rregullt e këtij çaji ndihmon kundër dhimbjeve, reumatizmës, artritit dhe osteoartritit. Një studim i vitit 2005 tregoi se borziloku përmban eugenol, një përbërës i fuqishëm kundër dhimbjeve. Në të njëjtën mënyrë, eugenoli nënshtron enzimat që shkaktojnë inflamacione dhe dhimbje. Gjithashtu borziloku mund të përzihet me vaj arre kokosi. Pasta e përfituar mund të përdoret për larjen e dhëmbëve dhe gojës dhe kështu përmirësimin e shëndetit tuaj dentar, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.